Imagjinojeni në zemër të Drenicës është një manastir ku rrinë motrat kishtare sërbe. Diskursi në mbledhjet të Këshillit të Sigurimit ka qenë puro pro-perëndimor. Është munduar që të portretizohet si sulm etnik. Vitet e para, insistimi më i madh ka qenë që lufta, mosdurimin mes Kosovës dhe Serbisë të përshkruhet si një lloj mosdurimin mes Islamit dhe Ortodoksisë. Tërësisht propagandë e shpifur, ka shqiptar musliman, ka katolik, ka ortodoks, ka ateist, ka dhe protestantash, një nga vlerat tona më të mëdha si shoqëri edhe si kombë është pikërisht toleranca ndër fetare që ka ekzistuar në mes nesh me shekuj. Unë mbaj mend, posaçërisht pas trazirave të vitit 2004, ky lloj narracioni u sforcua edhe më shumë. Dhe më është dashur jo një herë, po disa herë, t'i marrë dhe t'i shoqëroj qoftë delegacionet e huaja, qofshin diplomat, qofshin gazetar, në Graçanic, apo tek manastiri i Deçanit, apo tek manastiri i Deviçit. Imagjinojeni në zemër të Drenicës është një manastir ku rrinë motrat kishtare sërbe. Sikur qëllimi i UÇK-s dhe i shqiptarëve të kishte qenë që të zhduket kisha ortodokse sërbe në Kosovë, kishim pas sulme të tilla gjatë luftës, nuk ka pas, as edhe një kish nuk është sulmuar në Kosovë gjatë luftës. Në ndërkohë që Serbia ka rënuar mira institucione të kultit, jo vetëm islam, por edhe ati katolik. Koncepti që Kosova është një shtet i dështuar dhe paraprakisht i supozuar që të dështon dhe të mos ekziston, është thelbi i narrativës serbe, që është e përkohshme, që është për një kohë dhe mas një kohë nuk do të jetë në hartën e Ballkanit, që bota nuk do të jetë kjo më që do të jetë dhe do ndryshon raporti i forcave. Prandaj edhe rrëfimi jonë, diskursi jonë në mbledhjet të Këshillit të Sigurimit ka qenë puro pro-perëndimor, duke ju tregu se cilat kritere, cilat standarde dhe çfarë suksesi ne kemi bën gjatë këtyre viteve të fundit. Kriminaliteti ordinar, ta zëm nëse dikush i ka vjedh parat, një hajn ka vjedh para në një kish, është munduar që të portretizohet si sulm etnik. Ose për shembull nëse ka ndodhur një aksident trafiku, diku sërish është munduar që të portretizohet si sulm etnik. Ata kanë shkuar deri në banalitet për të munduar që Kosovën dhe shoqërinë tonë ta portretizojnë si një shoqëri që s'është tolerante, që urren dhe refuzon secili që nuk duket si ta dhe nuk flet gjuhën e tyre dhe nuk i lutet të njëjtit kult, pra janë thënë paturpsisht, publikisht, në një forum të respektuar, siç është ai i Këshillit të Sigurimit të OKB-s.